Kosova është sot në një udhkryq. Ajo qeveriset nga Albin Kurti, I cili është njeriu më popullor që doli nga zgjedhjet e fundit, me 43% e votuesve I dhanë atij sërish mandat të riqeverisës. Por udhkryqjen e Kosovës e përcaktoi pak ditë më parë fuqia së cilës ajo I detyron ekzistencën, Amerika. Përmes deklaratës zyrtare, Washingtoni shkëputi dialogun me Prishtinën, pra nuk ka më komunikim me qeverinë Kurti, të cilën, siç e shpjegoj më vonë, e fajsoi për destabilizim të qëllimshëm të situatës në kurriz të pakicave, duke nënkuptuar serbët me mbajtje zgjedhjesh një anshme dhe t'imponuara në veri. Por në shpjegimin më pas, Washingtoni fajsoi Kurtin se po destabilizonte politikisht Kosovën, duke mos ngritur qëllimisht institucionet e reja nën muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve, në një situatë delikate sigurie në Europë me një luftë në Ukrainë dhe me Rusinë e cila ka filluar pak e nga pak të kafshojë hapësirat ajrore të vendeve të NATO-s, duke filluar nga Polonia dhe duke zbritur deri në Rumani. Por më vonë Washingtoni e thelloi ndëshkimin, jo ndaj Kosovës, por personalisht ndaj Albin Kurti, duke kërkuar hapur një partner tjetër për të komunikuar për çështjet që shqetësojnë Amerikën në rajonin Kosovë. Por kë? Presidenti Vjosa Osmani, e cila botërisht dihet që është edhe një investim amerikan, reagoi e mekur ndaj qëndrimit të Washingtonit dhe arriti vetëm thoshte se raportet me Amerikën janë jetike dhe asgjë më shumë. Opozita është edhe më e hutuar. Kreu I PDK-s, Memri Krasni, që votoi kryetar kuvendi, një personazh të vetëvendosur, I cili ka folur kundër UÇK-s edhe më keq se një serb mesatar. Ish komandant të tjerë të UÇK-s duken më afër prerit Kurtit se sa interesave të Kosovës. Më konsekuent duket Ramush Haradinaj, por shumë besojnë se nëse atij Kurti jep postin e presidentit, ai do të bëhet edhe më fleksibël se sa Bexhet pasolli dikur. Liria ka vetëm një emër, po duket se në Kosovë te ai emër fshihet dhe vetmja shpresë. Hashim Thaçi, prej gati 5 vjetësh në burgjet e Hagës, është tashmë në ditët e fundit të procesit kundër tij. Akuzat ndaj tij janë të rënda, por këto ditë edhe në mbrojtjet e tij kanë dalë pesha të rënda. Pesha të rënda amerikane. Pas apologjisë disa vjeçare të Richard Grenell, të cilat morën vlerë posaçme pas fitores të Donald Trump, dje dhe sot James Rubin, një emër që bën pjesë në historinë e rilindjes së Kosovës, e ka quajtur të turpshme mbajtjen e Thaçit dhe të kolegëve të në burg. Në mbështetje të këtyre fjalëve, 3 ditë më parë, mijëra kosovar u bashkuan në Hagë në mbështetje të krerëve të UÇK-s. Por më shumë se mbështetje për ta, u duk se ishte një klithëm për ndihmë. Hashimi duhet lirohet jo vetëm nga akuzat, por sepse duket shpresa e vetme për rivendosjen e ekuilibrave të humbur politike në Prishtinë, nga një kryeministër që mendon se historia e Kosovës fillon dhe mbaron tek zyra e tij. Për këto do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristore, të flasim sot për situatën delikate në gjysmën tjetër të kombit, Kosova, e cila duket se për momenti ka humbur Amerikën. Një sqarim ama që e bëri dhe Washingtoni nuk e ka me Kosovën, e cila mbetet në prioritetet strategjike të Shteteve të Bashkuara, sidomos në rajon, në faktorin shqiptar këtu, por e kanë me Albin Kurtin, e kanë me qeverisin e tij, por duket që kanë një pickim të fortë për gjithë skenën politike të tulatur në Kosovë. Për të folur për këtë situatë, kam kënaqësinë kem sot në program Maki Abazi, mbrëma Maki, ish zëvendës kryeminist në kabinetin e parë Kurti, tashmë kritikë jashtë për ti, mbrëma, faleminderit që më kënaqësi. Frok Çubi, mbrëma, nëse kem program. Ambasador Arben Çeku, faleminderit, nëse ju kem sërish këtu së bashku me kolegun tim Artur Nura. Faleminderit për ftesë. Kënaqësi. Hakit, çfarë po ndodh në raportet e Amerikës me Kosovën, ose më saktë se saktoi vetë Washingtoni, raportet e Washingtonit me Albin Kurti? Po ndodh ajo që është mbjellur nga Kurti, mund të konsiderohet kritik që është në hapin e parë, por asgjë ndryshe nuk ka qenë edhe me administratën Biden, edhe në kohën kur kam qenë unë zëvendës kryeministër, më vonë edhe kryetar komisioni për punë të jashtme. Kurti e ka të përcaktuar kursin e tij të përplasjes në heshtje me botën perëndimore, ka tentuar dhe ka kuptuar një gjë që është tipike ballkanase, fatkeqësisht, që bashkësia ndërkombëtare, shtetet e fuqishme janë prezent deri në një masë në vendet tona, por asnjëherë nuk janë menaxher, se nuk mund të bëjmë menaxhimin e çështjeve të përditshme, dhe ka hedhur topin në veriun e Kosovës, aty ku mendon që llogaria do ja çesë mbar që të përplaset edhe me Amerikën, edhe me Bashkimin Evropian, përderisa fokusi i qytetarëve është atje, këtu të vendos një diktaturë
me penetrim të thellë në strukturat e popullit edhe të shtetit Kosovës, nuk po duket që po i shkon mirë, sepse është hedhur dritë mbi këtë proces. Veriu nuk mund të bëhet themra akilit për Kosovën, ai tentoi që ta bëjë një gjë të tillë, por gjithmonë nuk e ka hallin tek Kosova Kurti, se po ta kishte nuk do binte në lojën e 22 hektarëve të kishës ortodokse në Deçan, nuk do bënte gjithë kompromiset e mundshme në marrëveshjen e Brukselit dhe Ohrit, por e bëri për të larguar një distancë derisa të krijon strukturat e tij dhe shtrirjen në gjithë pjesën tjetër të Kosovës. Akiti, ti the shumë gjëra interesante që do të diskutojmë, por një gjë më bëri shumë përshtypje. Ju thoni që kjo përplasje e Kurtit, thoni ju, është një e qëllimshme prej tij, dhe e dyta daton që në kohën e kabinetit parë ku ju ishit pjesë? Po, patjetër. Unë ju them që ka pas një ofenziv e turpshme e letrave që janë dërguar nga Kosova drejt diasporës mërgatës shqiptare në Amerikë, duke linçuar autoritetet larta të administratës Biden me kualifikimet se ata janë pro-sërb, se janë të martuar me sërb, kanë bërë nënshkrime përfaqësues të organizatave të shqiptarëve në Amerikë drejt State Departamentit me kërkesën për të hequr zyrtarë të lartë e të larguar nga pozita e tyre. Këto janë veprime që ka bërë Kurti, e fatkeqësisht e ka ndjekur mbrapa edhe Zonja Osmani, presidentja, duke e fryer e duke mos rënë në vit të njëjtë komunikimin me administratën amerikane edhe me atë Biden, por natyrisht që edhe tani një pjesë e madhe e zyrtarëve që janë në State Department janë njerëz që kanë mbartur pozitën e tyre edhe në administratën Trump. Në fakt, ju thatë që Kurti e kërkoi përplasjen me Amerikën, duke temi krijuar situata në veri të Mitrovicës dhe të Kosovës. Dhe pikërisht deklarata zyrtare e Shtetit Bashkuara i referoi pikërisht asaj që quhet destabilitet qëllimshëm dhe mos respektim drejtave të gjithë qytetarëve të Kosovës, duke sigurisht në kuptuar pakicën serbe. Pra, po tani që ndodhi përplasja. Pra, cili është a ka një plan pas kësaj përplasjes që ju thoni Kurti e pas ka kërkuar vetë? Në fakt, mendoj që plani i Kurtit është shumë i rëndësishëm se a do të mund të realizoj që të mbaj zgjedhje të suksesshme lokale, që unë mendoj që do ketë një fiasko të radhës, sepse komunat si ka fituar asnjëherë zgjedhjet lokale. Kjo është situata e njëjtë sikur Berisha fitoi pushtetin nacional dhe mandej humbi gjitha pushtetin lokal, bëri edhe Kurti në njëjtën gjë. Dhe në momentin kur humbi ato zgjedhje, filloi të kërkoj kokat e Turku duke goditur secilin, ashtu siç bëri edhe Berisha. Është një ngjashmëri nëse ju kujtohet në rrjedhën e proceseve dhe arriti të mbetet i vetëm. Kurti besoj, nuk e di sa e ka akoma dëshirën e bashkimit me Shqipërinë, por një gjë që ka bashkuar veset, kjo është pak po e sigur. Në dy anët e se s'po e quj kupi, po të asaj vje që në ndanë artificialisht. Ajo puna e dashurisë zjarrt, po në momentin kur bëhet e mundshme, nuk ndodh. Për 4 vite nuk ka pas një vizitë të suksesshme në Shqipëri, se lëre më që bisedohet për aspektet përmbajtësore të përbashkimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Mendoj është temë tjetër, edhe pse bien në kuadrin e prishjes së marrëdhënieve edhe me Shqipërinë, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po për 2 vite e gjysmë, 3, vetëm se të ngrira janë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Plani i Kurtit është përplasja deri në thyerje të kokës, siç janë gjithë liderët ballkanas, duke tentuar me çdo kusht të bindin çdo kërë që e drejta e tyre është e vetmja dhe ata e dinë më së miri se si duhet bëhet. Unë mendoj që ky moment i përplasjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënon zyrtarizimin e listës së zezë të lëvizjes vetëvendosje. Aty janë një numër i ministrave dhe zyrtarëve që janë në listë të zezë tani më për komunikimin me ambasadën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, derisa e thotë ndërprer komunikimi është tamam një listë zezë të paktën për izolimin. Ka pakun e kësaj liste zezë ja vuri ajo kolegja juaj zonja Gruda nga Top Channel me këtë emisionin Grida Duma, duke vendosur një film të radhës, sepse ju kujtohet për një 2 vite u bë personaliteti 2 ministrave duke hequr billboarda sërb
nga veriu. Nuk e kam parë, po kam lexuar shkrimin e Batonit, nuk shkrimin e Baton Axhiut. Në thonë drejtën ishte ky filmi 007 në liçenin e Ujmanit pa asnjë nevojë përveç nevojës që të përdorët për populizëm në zgjedhjet lokale që do mbahen edhe eventualisht do të mbahen edhe ato nacionale, sepse keni parasysh që kur flisni për destabilizim, nuk është puna vetëm tek serbët, është ideja që për një vit nuk kemi parlament. Më pas sqaruan dhe është destabilizim politik. Dhe kemi arritur në pikën e një institucionit vetëm që është garanti i kushtetutës dhe funksionimit shtetit ligjor në Kosovë, është gjykata kushtetuese, që e cila dhe ajo tani u sulmua pamëshirshëm edhe nga Kurti, edhe nga njerëzit e tij, po edhe nga presidenti Osmani, që shënon tentimin për të rënuar çdo gjë që është ndërtuar për 25 vite, dhe natyrisht që as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as edhe një njeri racional në Kosovë nuk mund të lejoj që tani kushdo që tjetë ai, edhe kryeministri i Kosovës që godet gjykatën kushtetuese me idenë që do të përmbyset edhe ai institucion. Çeku, cilat janë temi pasojat, pasi këtu duket që ka një përplasje që siç thot Akiu dhe në fakt shërimi konstatuar dhe nërë që përplasje që Kurti e ka kërkuar, me thënë vërtetën, nga pikpamja populiste i ka ecur, përsa kohë edhe në zgjedhjet e fundit e votuan mbi 40% e qytetarëve të Kosovës, sigurisht një lojë me temi animozitete dhe ndjesi të një popullit shtypur prej 200 vjetësh që sigurisht jeton momentet më të mira të rilindje si shtet, po dhe ne si kom. Po nga ana tjetër, kjo përplasje çfarë rrezikon? A e rrezikon Kosovën rreth parë? Pastaj do flasim kam frikë na rrezikon dhe ne. Ne këtu do të ndajmë rëndësinë e pushtetit dhe të shtetit. Në këtë rast, Albin Kurti është investuar tek pushteti, pa u interesuar shumë për pasojat që do të ketë shteti i Kosovës. Në qasjen e tij dhe këtu kemi fallin që kemi mikun tonë që e njeh prej gjenez Albinin, por edhe unë pak a shumë e njoh. Albini ka qenë i sinqert në gjithë qasjen e vet, pra nuk ka një përplasje aksidentale me Shtetet e Bashkuara. Që nga fillimi lëvizja është dizajnuar dhe veprimtaria e tij, deklaratat e tij kanë qenë të sinqerta në një konfrontim me perëndimin, me Shtetet e Bashkuara dhe me hapat që ka bërë Kosova. Por në atë kohë, duke qenë se ishte në opozit dhe ishte një strukturë politike e pa qartë, jo të gjithë e morën seriozisht këtë lloj qasje të Albin Kurti. Derisa ai erdhi në pushtet dhe si kryeministër shkaktoi pastaj pasoja shumë më të rënda. Dhe sot Zoti Kurti është në një trekëndësh izolimit ku ka mungesë marrëdhëniesh me Tiranën, të jemi të sinqertë. Të njanshme, kryeministri Rama thotë i shkruaj po s'mpërgjigjet. Të lutem, po them, ka ndërprer një komunikim, sepse e ka me kryeministrin Rama, po unë nuk shoh që ai ka një qasje tjetër me palën tjetër në Shqipëri ose ka ndonjë afinitet me parti tjera. Është një person izolacionist, pra ai kërkon atë sovranizmin e vet dhe e ka dizajnuar veten edhe partinë dhe qeverinë si një udhëheqës i madh që po bën historinë e Kosovës nga zeroja, duke injoruar çfarë ka bërë Tirana dhe çfarë thuhet në Tiranë, duke injoruar çfarë kërkon Brukseli dhe ato i kanë thënë që ne nuk komunikojmë me ty, pra indirekt e kanë bërë non grata, dhe është kjo e fundit që ishte pashmangshme sepse ka një histori të qasjes anti-amerikane, që nga fjalimin në parlament, edhe Akiu t'i kujtohet ai lloj fjalimi, deri tek veprimet e fundit, qasja e fundit, dhe që ajo deklarat diplomatikisht nënkupton që është një shpallje non grata, një persona non grata për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë nuk besoj që në Washington një partner tjetër që me të komunikojmë. Qoftë Majtas, qoftë Djatas. Edhe me zhvillimet, të kërkojmë partner tjetër, po t'i referohet Hagut. Qoftë Majtas, qoftë Djatas, ai është një person që nuk duan ta kenë, nuk i besojnë më, pra nuk ka një partner, sepse në fund fare, në fund të ditës, të gjithë udhëheqësit shifen si partner në bashkëpunim për interesat caktuara. Ate nuk e shohin si njeri që mba fjalën, si njeri që krijon stabilitet dhe natyrisht nuk e di sa do të reflektojë kjo në zgjedhje, sepse një pjesë e elektoratit e shoh që ende miklohen nga viktimizimi, autoviktimizimi i tij, por në thelb duhet ta themi qartë që
Kosova Nuk kemi zgjedhje lokale, ambasadorë, bëhet fjalë për administrim. Po, në këtë situatë kam frikë që zgjedhjet lokale marrin konotacion politik. Jo, po e Dhe sa marrin. ka pas konotacion politik, Kurti ka fituar. Sa ka pas zgjedhje lokale normale, s'ka fituar asnjëherë. Si çfarë ka bërë? Tu pastaj flasim për ai arriti me artificat. se mund të ketë një skenar, do flasim për këtë. Për të unifikuar zgjedhjet. Ai arriti që me artifica politike dhe ligjore dhe mendimin e presidentes të mbivendos politikisht pikërisht këto zgjedhje. Pra ti paraqesi zgjedhje lokale si një betejë, si një referendum politik, sepse ndryshe ai nuk i rikthen komunat që ka humbur në zgjedhjet e kaluara dhe ndryshe nuk ka garanci që ai mund të vazhdojë në qeverisje. Prandaj ai po i bën këto zgjedhje shumë politike dhe këto zgjedhje do jenë shumë politike, pra betejë nuk është për zgjedhje lokale, por është një betejë për mbijetesën politike të Albin Kurtit. Dhe unë besoj që element të tjerë shtesë anti-amerikanë në rajon, dyshoj që do të ndihmojnë në këtë rrugë, sepse jo të gjithë përreth nesh, por edhe brenda janë pro-amerikanë, dhe për këtë mund të flasin edhe kolegët këtu, pra nuk ka një qasje të sinqertë pro-amerikane. Ne pse themi jemi një kom pro-amerikan, kemi mes nesh edhe njerëz që nuk e duan Shtetet e Bashkuara, nuk e duan Izraelin. Ai njohjen që i dha Izraeli, që ishte njohja më rëndësishme, themi para asaj që do të ishte e Vatikanit, pra dy janë qendrat më të rëndësishme për mendimin tim pas Washingtonit e Brukselit këtyre është Izraeli, është Vatikani. Njohja e Izraelit nuk u përdor fare, përkundrazi u paketua, u injorua, u ignorua dhe u duk sigurisht nga halli. Po, dhe sot nuk ke një ambasador dinjitoz të Kosovës atje për të përfaqësuar. Sigurisht, për mu po, absolutisht po. Edhe për mendimin tim, anti-amerikanizmi dhe antisemitizmi në një farë mënyre në disa raste dhe në disa shtresa, në disa grupe dhe qëndrime shkojnë paralel, nuk kanë asgjë të ndarë, sepse ato që janë anti-amerikan shohin se Amerika është shumë pro-Izraelit dhe sigurisht, po kjo është një temë është më e komplikuar. Unë uroj është vërtet që nuancat caktuara mund të uroj që përdoren. Kosova ta tejkalojë këtë gjë, humbjen, për t'ju dhënë përgjigje pyetjes, sigurisht humbjen më të madhe e ka Kosova, jemi të sinqertë. Megjithëse Washingtoni e sqaroi tha se s'ka lidhje me Kosovën, ka lidhje me Po, u detyru ta bëj sepse pa analizoi gjithë qëndrimet dhe një pjesë e madhe e opinionit u friksua se po ushqej një anti-amerikanizëm i panevojshëm. Pra, makineria propagandistike që ka ndërtuar zoti Kurti është e tillë që ti paraqet të gjithë këto, ti ngret të gjithë këtë ushtrinë e propagandistëve për të viktimizuar. Vetëm ka një gjë, unë e kam për gjithë ju, po ndoshta po i drejtohem Frokut fillimisht. Unë kam një bindjen time që të gjithë klasa politike shqiptare, kudo, Tiranë po e po, Shkupen Tetov, po të fusë edhe Malin e Zi, por pas sigurisht duke përfshirë dhe Prishtinën, ka një adhurim të fshetë për Enver Hoxhën. Pra, në modelin e tyre nuk është Ahmet Zogu, nuk është Skënderbeu, nuk është Ismail Qemali, pavarësisht se flasim fjalë të mira për secilin prej tyre. Unë mendoj që enverizmi është një fenomen që vazhdon të jetë ngulur në teme agoran politike mbar shqiptare. Për keq. Po pas Frogut do them një eksperiencë personale. Por edhe Enver Hoxha, kur prishem me Titon, lidhe me Bashkimin Sovjetik. Kur prishem me Bashkimin Sovjetik, lidhe me Kinën. Dhe kur u prishte me Kinën, e pam se ç'a ndodhi në Shqipëri. Pra, edhe Enver Hoxha, kur prishe me një fuqi të madhe, lidhe me dikë tjetër. Prishesh me Amerikën, po me kë lidhesh? Frok. Shiko, se që të prish ti je një shtet. Ti po realisht. Po mundohem të çojnë rrënjë. Dakor, jam dakord dhe shumë interesant. Ti prish një aleancë, okej, nuk po e quajmë që Amerika të shpëtojë dhe të nxorë nga vdekja dhe të ringjalli, nuk po e quajmë të fare. Zere se po e harrojmë këtë. Dakor, ti u prishe me Amerikën. Po me këtë do lidhesh? Ka një... Nëse mendon që FSK-ja është më e fortë se dhe mund të mbrojë nga të gjithë rreziqet, pastaj flasim për probleme psikologjike. Mund të ketë një sy dhe vesh nga Ankaraja Albin Kurti. Hija e Enver Hoxhës është padyshim në prezencën e secilit prej këtyre. Po mund të jetë Ankara dhe Zagrebi, problemi është të dyja këto qytete prapë kur vjen te Kosova, marrin telefonat nga Washingtoni përpara. Sepse vetë Enver Hoxha nuk ishte thjesht Enver Hoxha, ishte pak nga Titoja, nga Ceaușescu, nga eteret nga Hrushovi, nga Stalini sigurisht. Nga Stalini më shumë se asgjë tjetër. Dhe padyshim që këta kanë interferencat e tij. Me një ndryshim të vogël,
që duket vërtet vulgar, që nëse Enver Hoxha shkonte sa ku shkonte dhe e dinte frikën, këta nuk kanë frikë. Praktikisht, Enver Hoxha shkonte deri në pikën ku, ashtu si shtatë, domethënë i kishte marrëdhëniet me Josif Titon, ta caruara, të këqija, etj, por se zinte gjumin natën për të lidhur, për t'ia shpjeguar Nikita Khrushchevit, se çfarë po ndodh, nëse nuk e besonte ai, për këtë ishte tërmet i madh. Domethënë këto ishin marrëdhëniet. Po ideja është për një vend vogël, domethënë në mënyrën e prish me Amerikën, po me kë lidhet, kush do të mbrojë? Në mënyrën të thash, në mënyrën e tij ai kishte më shumë përgjegjësi duke për kombin e vet se sa kanë përgjegjësi këta, praktikisht. Dhe kjo është ajo pika që ndoshta i ndan. Por si thon njerëzit në rrugë, s'duhet ta zë të gjë, por ndoshta pak me humor. Edhe vetën Enver Hoxha po të ishte sot, po të jetonte, nuk do sillej si Albin Kurti. Po ju garantoj. Edhe unë mendoj që do ishte më pragmatist. Do ishte pragmatist, për këtë po them. Do ishte krejt pragmatist. E tregoj pasuesi vetë Ramiz Alia këtë. Që u bë pragmatist kur e pa që pati frikë. Po pikërisht kishte frikë. Mua më duhet të... Pra Kurti do të jetë heroj. Më duhet të sjell këtu pa lejen e Ramiz Alis, një bisedë që më ka konfiduar. Edhe po dush ta marrësh lejen si Amer. Për momentin që iku unë e kam respektuar gjithmonë etikën e gazetarit, edhe sa kam përdorur, por ishte momenti kur ata po ndaheshin nga Bashkimi Sovjetik në Kongresin e 81 partive sa ishte. Dhe Ramizi më thotë që ishim me gjithë këta njerëzit, po njerëzit ndërkohë populli shqiptar priste bukë. Nuk ishte bukë për të ngrënë në Shqipëri. Në kuptimin e kishin rënë financat, kishin rënë investimet, kishin rënë gjithçka. Dhe ishte problemi për shkeljen e parimeve. Por ndërkohë kur ky Khrushchevi i thriti të gjithë dhe ju tha që shiko, bëj autokritik se s'u kemi ndihmuar sa duhet. Dhe i thot Mikojanit, që ishte kryeministër, e përfunduam Fierin ne, e përfunduam Laçin, i tha si kemi përfunduar. Të përfundojnë sa më shpejt. Dhe kur është ngritur Mehmet Shehu që ka thënë që quani këtë për 5 astra shqitet Enver Hoxha edhe ka ikur, sipas tregimit Ramiz Alis, Enver Hoxha ka qëndruar dhe ka thënë prit, ku po shkojmë? Ku po shkojmë? S'kemi pse kthehemi në Tiranë. Kjo ishte ajo çfarë mua më ngacmoi për të thënë që